2 muaj ditë, në veç kam një komplet. Për mes kontrate, më ka unë që ta qesë rogën, në konto, heq kërkon. Nuk di qysh e kënaq me hanë njësën e fukaresa. Për ministrin me dalë në drejtëri i kamionave, raj. Unë i kom nëzonë besë që i vla joni, shqiptanë, e këta më në bo mazi se Serbia. Ish ministri i punës dhe mirëqenies sociale, Arban Abrashi, i cili shërbeu për disa vite në këtë detyrë e me pas mori postin e ministrit të infrastrukturës deri në vitin 2021, tani përballet me akuza serioze. Përkundërsë në të kaluaren, kishte në fokus mirëqenien e qytetarëve, sot ish ministri i Lidhjes Demokratike të Kosovës po akuzohet për veprime që bien ndesh me këtë mision. Abrashi dyshohet për mashtrim dhe mosrespektim të obligime financiare ndaj disa punëtorëve kosovar që i kishte punësuar në firmën e tij në Suedi. Sipas raportimit të gazetës Insideri, 2 punëtorë kanë rrëfyer ekskluzivisht për mënyrën se si ishin mashtruar nga Abrashi, se ai nuk kishte përmbushur pagesat e premtuara sipas kontratës për punën e tyre si shofer kamioni në kompaninë pronar i së cilës është Abrashi. Insideri sjell rrëfimin e një shoferi tjetër 68 vjeçar, i cili tregon se si ishte ftuar nga Kosova për të punuar në Suedi nga vetë Abrashi, por pas mbërritjes atje u përball me një realitet krejtësisht ndryshe nga ai që ishte premtuar. Në 23-ën një shok më dha qit numër të Arbanit edhe një bajanok këti. Ju ishit në Kosovë? Po, në Kosovë. Këtë diko rreth 6 muaj, 7 muaj, herë që shi vishin punët, herë në telefon, herë anë, herë nej. Dikur thash leke, thash, ja, po këshyën me në ditë, unë po ta bëj vizën. Thash, unë vizën nuk mund me bo, thash, se qështë. Jo, unë po him me avokat. Do me thonë, personalisht Arban Abrashi është marrë me çështjen e vizës. Abrashi u konë si në lidhje me të, ama sunti egzoni u konë. Po egzoni. A egzoni me të ishkon bajanak, na unë së këmë ditë për veti. Kështu që herë me ata vëlsha, herë me ata. Kështu që e lëshun... Këta kuti për herë të parë, Arban Abrashin? Dhe im shkun Suedi si këmë pa korë. Vetëm keni komunikuar? Vesh komuniku në telefon me ta. Kështu që e kalësu e vendimin e parë, kontratën, e se ka pranu avokati, se ka kalësu emigracion e ambasada. Kër e kalësu e vendimin e dytë, diku mos ga bosha ka 2800 kronë në konë. Atëherë emigracioni a kalësu që kjo njëri me kitë rogë mundet me ju në Suedi, mundet me jetu. Edhe une, diku me të palë 11-it, jem nisë me shku atje. Edhe jem shku 2023. Viti. Jem taku me ta, o dalë egzonim ka marë. Të se unë e kesh në Gjermani, pe Gjermani shku atje me autobus. O dalë egzonim ka marë me kërë stacion të autobusa në Malme. Edhe me ta kom nejtë një 6 ditë kom punu me një shok që shkojnë procedurat e me hesë. Cilat kanë qenë bisedat e juaja me Arban Abrashin dhe artakun e tinaj? Qa keni bisedu, qa ju kanë premtu juve në fillim? Për fillim, unë kom fillu me qatë shoqin, kom vënu një javë dit, mas një javë dit me 6-in 11 muaj, kom fillu në kamion, veç vetim dalë në lëvizje. Veç vetë. Pa keni marrë, prakisht, a keni nështru kontratë për punë, a keni marrë vesh për rogë, për orarë të punës, për çështjen e banimit? Vesh përmes qati vendimi që i kalëshu që ja u vëlshu viza. Se mo, kur gjaheq, kryesore, mi ka dhonë gati çdo 2 javë ka 2000 kruna, kështu që mrena në mujtë 11, edhe 12, sa kum punu të në mujnë, për 1 muj e 3 javë kum punu të aj, 8.000 franë mi ka dhonë, 8.000 kronë. E tash 8.000 kronë sa bobin. E si ka qenë marrëveshja para se me bu pagesën? Si një marrëvesh në fillim?
Marrëveshja ka si mas vendimi me më pagua. E si ka qenë vendimi? Vendimi diku ka 2.800 kronë nuk konë Për muje. mujt. Premtim s'ka mojt a hish, mas pare premtimin për mes kontrate, më ka unë që ta qesë rogën në konto, hish kërkon. Unë nëzira kontinuin në atjet atë hershit, që po du me ditë që mbas kontinumit u dovke me banet, po qëfarë në kam jo kom flajt, 1 muj e 3 javë, 2 muj dit, unë e vesh kam jo kom flajt. Asë që ka këthy kryet kur për meje. Kështu që, si mas kolegëve të vjetër ata ishin në anenaj, të punu me të madhe, unë e parë që s'ka kur gjysh, edhe i ka pishpi. Atë qesat e kamionit i këmë shef, edhe kur ju marë në Kosovë, mu ka paracit mas pari Abran Arbashi. Arban. Haxhi, ku je, thash, në shpe. Qysh më në shpe? Thash, jo, në Kosovë jem, në Vërnis. Edhe nuk besojke. Po, e hapa telefonin, me gjithë edhe i pashka shly krejt, e hapa telefonin, ja qita shpin, ish një fluskë borës në Vërnis për vitri, hini 2024. Edhe që atëherë bënd që unë jem. E pse e shku, thash, jo, pe ju, thash, s'ka kur gjë. Thash, qesat e kamionit, thash, qitë mi parët, thash, qipja fillon kolegës parët, ose mi qëtë në konto parët, po, unë isha parët që në këtë, qelësa, thash, në dhvim për herë. Si kanë qenë kushtet? Shumë të vështira. Në kam janë me flajtë. Bukur në gjdovë këmë marë në premten, në dilën në vazdite, për një javë ditë dhe më fitë. Theki mu këthy, ku dhe mu këthy? 8.000 kronë i ku marë në peti për ushqim. E tash 8.000 kronë, qa bojnë ato? Kanë 568, s'po boj kanë, ma shumë. Kanë 10. A i një ndjeju të mashtruar nga ish ministri Arban Abrashi? Pa e ka mytë këtë Kosovës, në ka mytë neve. Marë që ka bëku njëri. Marë, më zë ma kesh për neve. Zati veç për gjithësi po flasë që të fjallë. Kur më se vetë kërkonin, qyshje, veç këshyre qyshje ka punët. Na malluk, 2 jetë, që 25 vjetë shkoj lufta, qka nreqim na? Cëllë hipin zbozit, mazi se shaqe. Minister i lidekës me konë, e më quë, me ikë për Svedi, ka i mura të pare? Allah, vëllah se di unë, u imi dëshpërum shumë. Sa ka qenë e vështirë kjo për juve me lonë Kosovën, familjen, edhe me shku atje? Po qërë së vështirë kja më të remë. Kja unë nuk me di unë, na i në shku për ka shrat bëguje shamë, me punu si njëri, këtë njerë kushtë s'ka pas. Mu me më që zoti, ma mundësue, me dalë në gjëgjë, dhe për zreti me ta. Po ftyrë s'kaj. Pa kërkesë e kene ndajti? Pasha zoti, letë me apë njërësën temë dhe letë shkanë ka donë ballafaqohet me shumë raste, se rasti jam nuk është shumë, unë e pash që sështë shumë i gati dhe u largoha betin edhe ditën e mirë. Por që ata 2 muj ditë, sa kom najtë, i du të ardhat e mija, pse më hangra njësën e, unë nuk di qysh e knaqë me hanë njësën e fukaresaj. Unë jemi habitën, jemi dëshpërum shumë. Edhe qysh, për respektit, lidhe keme konë minister, e me ba atahën, Allah, nuk e di unë. Nuk e di qysh e ka leju, ndërgje, për buk të jubën nuk o dekë në Kosovë, që orë atje, se pa firme me qelë, Shvedi, pa pa nuk qelë edhe atje. Nuk e di. Për minister me dalë, në drejtër i kamionave, qysh kja shkën, kaltëm, tërgëm, veç me paramenu une shumë punëtori thjesht. Jam, nuk për muna me paramenu qysh ka pas. Ja ka rogë tinaj, psikisht me dalë drejtër ose me minagju me një firmë kamionistave, që ka pas gjithë probleme. A e dikush ka pas probleme, pas problemi ka najtë gati, edhe e ka zhvilluat punë. E këta, se cilë njerë, lugë, sa që raj. Unë i kom zonë besë që i vla joni, shqiptarë. E këta më na bo, mazi se Serbia, pa shtatë zote, ve shteti, halas është të funksionë mirë.
Pas publikimit të stores me rrëfimet ekskluzive të shoferëve, ish-ministri Abrashi reagoi duke kontaktuar redaksinë e gazetës Insideri, ku akuzoi median për shpifje. Megjithatë, ai nuk ofroi asnjë përgjigje konkrete lidhur me akuza serioze që rëndojnë mbi të. Gazeta kishte tentuar ta kontaktonte disa ditë para publikimit të intervistës në përpjekje për të marrë një qendrim zyrtar nga ai, por pavarësisht përpjekjeve, Abrashi nuk ishte përgjigjur.